Nga Tirana. Na nxjerrin lajme tani. Po patjetër. Nga jeni? Nga Tirana. Keni ardhur për festën e pavarësisë? Vetëm për festë. Me motorrat. Me simbolet bujqëzi? Po. Si mos vini me simbolet bujqëzi në Vlorë. Tani keni ardhur me vonë, se do që në Tirana, apo nuk e kapët dot? Jo, pimi kafe, erdhëm, pam çik Vlorën. Nuk kemi për shumë zhurmë, tani është qetë, tani e shijojmë. Çfarë do të bëni tjetër? Do të qëndroni sot në Vlorë? Besoj se po. Besoj se po, jemi me grupin. Jemi më shumë se kaq. Shumë e bukur. Si gjithmonë, si çdo vit. Ne Faleminderit. jemi mësuar. Nga Tirana. Nga Tirana? Po. Ke zgjedhur që festën e pavarësisë në Vlorë? Vlorë, po. Si po duhet Vlora sot? Vlora është shumë bukur, si gjithmonë, shkëlqen. Do të qëndroni sot? Po, sot ku? Vlonjata vetë, normal që do qëndroj. Okej, si Vlorë, si po duhet Vlora sot? Shumë mirë, atmosfera është e mirë. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar ditë e pavarësisë. Ne vlonjatë e festojmë gjithmonë. Më kanë ardhur dhe 2 motorista nga Tirana. Grupet nga punë e kohës nuk e do të çohet etj, megjithatë urime të gjithëve gëzuar. Faleminderit. Vlora? Po. Festë e pavarësisë si po duket sot atmosfera? Shumë mirë. Tani sa dola? Atmosferë fantastike. Po, patjetër. Ti s'na qyteti Vlorës? Patjetër. Okej. Bravo. Tu, zvitinës. Keni zgjedhur të festoni pavarësinë në Vlorë sot? Po, sot po. Si Si mi konë asnjëherë, ta provoj. Si Po mirë vëllai, super. Mirë kalu. Do të qëndrojmë në Vlorë sot? Te në mbromje po. Do ikim ave tani. Te në mbromje kismet po. Faleminderit. Për herë të parë në Vlorë? Po. Si po duhet Vlora? Mirë është, shumë bukur. E kishe me qef ta festoj një pavarësinë në Vlorë? Po. Me dëshirën tënde? Po. Që zgjodhe të vijë në Vlorë dhe jo të qëndrojë në vendin e Në Kosovë. Deshta me vizitu vendin. Prej nga është edhe ngritë flamuri. Faleminderit shumë.